Bëni kujdes me kripën, efektet negative në trurin tuaj. Nëse keni një regjim të pasur me krip, dijeni se nuk po i bëni trurit asnjë favor. Prej kohësh është të vërtetuar se grimcat e kripës jo vetëm janë të dëmshme më shumë se sheqeri, por studimet kanë treguar se kripa e tepërt nëpërmjet ushqimeve ndikon negativisht në shëndetin kardiovaskular. Studimi botuar në revistën Nature Neuroscience zbuloi se minjtë që ushqeheshin me një dietë të pasur me krip treguan shenja të rënies së performancës mendore dhe asaj njose. Arsyeja ishte sepse truri i tyre nuk ishte furnizuar mjaftueshëm me gjak. Kripa arrit gjithashtu qarkullimin e problemeve të substancave të rënda inflamatore që ndikojnë te gjaku drejt trurit. Dr. Konstantin Latecol, drejtuesi i Institutit Fail Family Brain Mind Research, ka treguar se shtimi i kripës së tepërt në shëndetin tuaj mund të ketë efekte negative në proceset njose dhe në shëndetin kardiovaskular.